Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në London Edukim për Shoqërinë do të zhvillojmë bashkë dy tema mësimore. Tema e parë, rruga. Rezultatet e të nxënit. Dallon llojet e rrugëve. Identifikon rreziqet në rrugë. Liston përdoruesit e rrugës. Fjalë kyçe në këtë mësim janë rrugë, semafor, shenja. Ju do të hapni librin në faqen 52. Mësimi nis me disa vargje që shkruaj era. Ju do t'i lexoni ata. Zhurma plot në rrugën tonë, bubullin një kamion, një vetur fort frenon, një siren të tmerron, autobusi shkel ngadalë, bicikleta valë val, me një zile të gëzuar, por si zoq të sapozjuar, trotuaret të zhurmojnë, plot me njerëz që nxitojnë. Në këto vargje, ju do të nënvizoni të gjitha mjetet që qarkullojnë në rrugë. Mbaj mend, rruga shërben për qarkullimin e makinave, bicikletave dhe njerëzve. Rrugë quhet hapësira që shërben për të kaluar makinat dhe këmbësorët. Makinat lëvizin në qendër të rrugës, kurse këmbësorët lëvizin nëpër trotuare. Bicikletat duhet të përdoren në rrugë të sigurt, ku makinat nuk mund të kalojnë. Për të gjithë përdoruesit e rrugës ka shenja të caktuara. Ato shërbejnë për t'i vënë në rregull kur lëvizim në rrugë. Ne duhet t'i njohim dhe t'i respektojmë ata. Në qoftë se do t'i ndjekim siç duhet rregullat e qarkullimit në rrugë, ne mund të shmangim shumë rreziqe. Të hapim librin në faqen 53. Do të shohim rubrikën e jep mendimin tënd. Na janë dhënë 4 figura, të cilat tregojnë rreziqet e rrugës. Në figurën e parë, kur makina del nga garazhi, mund të rrezikohen këmbësorët që kalojnë para garazhit. Në figurën e dytë, kur kalon në rrugën, duhet të respektuar semafori, përndryshe rrezikojmë të aksidentohemi. Në figurën e tretë, fëmijët që luajnë në rrugë rrezikojnë jetën nga makinat. Dhe në figurën e fundit, kur ecim në bicikletë, nuk duhet të ecim në korsinë e makinave. Për detyrë shtëpie, rubrikën Punon në shtëpi. Ju do të ndërtoni një semafor si ky që është në figurë. Vazhdojmë me temën tjetër. Rregulla për të ecur nëpër qytet. Rezultatet e të nxënit. Përdor fjalorin e dur në një situatë rrugore të sigurt. Përmend ata që mund ta ndihmojnë të kalojë rrugën dhe përshkruan rolet e tyre. Dallon se cilat mjedise janë më të sigurta se të tjerat. Mësimi është në faqen 54. Për të qenë të sigurt në rrugë, edhe këmbësorët, pra edhe ne, vetë këmbësorët, duhet të dimë rregullat e rrugës. Xhaxhi polici u ka treguar fëmijëve disa rregulla. Ecni gjithmonë në trotuar. Kontrolloni rrugën, pastaj zbrisni. Nëse ecni në bordurën e trotuarit, rrezikoni të rrëshqisni. Kur kaloni rrugën, respektoni gjithmonë semaforin, siç e keni mësuar në shkollë. Nëse nuk kam semafor, respektoni drejtimin që ju tregon polici rrugor. Nëse nuk është as polici, duhet t'i drejtoni një të rrituri për të kaluar rrugën. Për të kaluar në anën tjetër të rrugës, duhet të ecni gjithmonë në vijat e bardha. Nëse rruga nuk ka trotuar, ecni në anën e majtë të rrugës. Kujdes kur ecni në rrugë. Mos vraponi si në këndin e lorave, sepse mund të lëndoni këmbësorët e tjerë. Nëse jeni në grup, atëherë duhet të ecni me radhë, sipas gjatësisë. Në fillim më 7 vjeçërit dhe në fund më të gjatët, secili duhet të shohë se çfarë ndodh përpara tyre. Po ju të dashur fëmijë, dini rregulla të tjera të cilat duhet t'i zbatojmë kur ne ecim në qytet? Hapim librin në faqen 55. Për detyrë shtëpie, do të punoni rubrikën Punon në shtëpi. Zana u ka sjell fëmijëve një pamje nga bota e përrallave.
ju do të ngjyrosni me ngjyrë të gjelbër këmbësorët të cilët zbatojnë rregullat, kurse me ngjyrë të kuqe këmbësorët të cilët i shkelin ato. Pasi të ngjyrosni, do të shënoni me X veprimet që janë gabim dhe me tik veprimet që janë të sakta. Faleminderit dhe punë të mbarë.